Nëse jeni mbi 60 vjeç, veprimet tuaja në 5 minutat e para të mëngjesit mund të përcaktojnë shëndetin e zemrës, tensionin e gjakut dhe energjinë për të gjithë ditën. Shumica prej nesh bëjnë zakone të përditshme pa kuptuar se ato rrisin rrezikun e marramendjes, goditjeve në tru apo lodhjes kronike. Sot do të shohim 21 gabimet më kritike të mëngjesit, që duhet t'i shmangni me çdo kusht. Dhe në fund do t'ju tregoj një recetë natyrale me 5 përbërës, që rikthen energjinë dhe forcon imunitetin. Le të fillojmë me një herë. Gabimi i parë: ngritja me njëhershme nga shtrati. Zgjimi me nxitim shkakton atë që mjekët e quajnë hipotension, një rënje me njëhershme presionit të gjakut, që çon në marramendje dhe rënje të rrezikshme. Qëndroni të ulur në skaj të shtratit për 30 sekonda dhe merrni frym thellë përpara se të ngriheni. Gabimi i dytë: mungesa e hidratimit të menjëhershëm. Pas 8 orësh gjumë, trupi juaj është natyrshisht i dehidruar. Kjo e bën gjakun më të trashë dhe detyron zemrën të punojë më fort. Pini një gotë ujë të vakët sapo të ngriheni nga shtrati. Gabimi i tretë: kafeja me stomak bosh. Kafeina esull stimulon prodhimin e acidit klorhidrik, duke shkaktuar djegje, tretje të keqe dhe ngritje të pashëndetshme të nivelit të stresit. Konsumojeni kafen vetëm pas vaktit të mëngjesit. Gabimi i katërt: shikimi i telefonit apo lajmeve. Ekrani apo lajmet negative sapo hapni syt provokojnë lëshimin e menjëhershme të kortizolit, hormoni i stresit, i cili rrit presionin arterial që në minutat e para. Gabimi i pestë: dushi shumë i nxehtë. Ujë me temperaturë të lartë i zgjeron enët e gjakut papritur, duke ulur presionin dhe duke rritur rrezikun e të fiktit tek moshat e treta. Përdorni ujë të vakët. Gabimi i gjashtë: mos larja dhëmbëve sapo zgjoni. Gjatë natës bakteret grumbullohen në gojë. Nëse pini ujë apo hani pa lar dhëmbët, ju i dërgoni këto baktere drejt për drejt në sistemin tuaj tretës. Gabimi i shtatë: konsumimi i ushqimeve me sheqer. Buka e bardhë, marmelata apo ëmbëlsirat krijojnë një pikë të lartë glukoze në gjak, e cila pas 2 orësh pasohet nga një rënje drastike e energjisë dhe ndjesi lodhje. Nëse këto këshilla po ju ndihmojnë për të përmirësuar shëndetin tuaj, abononi në kanal dhe shtypni zilën e njoftimeve. Gjithashtu na shkruani në komente se nga cili qytet po na ndiqni. Gabimi i tetë: anashkalimi i shtrirjeve të lehta. Me kalimin e moshës, artikulacionet humbasin fleksibilitetin. Bërja disa lëvizjeve të lehta në agim ndihmon në lubrifikimin e nyjeve dhe përmirëson qarkullimin. Gabimi i nëntë: harresa e marrjes së barnave sipas orarit. Marrja e ilaçeve të tensionit apo diabetit me vonesë ose jashtë orarit të përcaktuar nga mjeku mund të destabilizojë të gjithë organizmin. Përdorni një organizues javor. Gabimi i 10: mungesa e dritës natyrale. Mosdalja në dritën e diellit në mëngjes që orienton orën tuaj biologjike. Hapni dritaret sapo të zgjoni për të stimuluar prodhimin e vitaminës D dhe serotoninës. Gabimi 11: ushtrime fizike shumë intensive. Ushtrimet e rënda pa bërë nxehjen e duhur mbingarkojnë zemrën dhe muskujt. Mjafton një shëtitje e lehtë ose ushtrime frymarrje. Gabimi 12: konsumimi i ushqimeve me shumë kryp. Drithrat e kripur apo sallamet në mëngjes rrisin nivelin e sodiumit dhe çojnë në ngritje të menjëhershme të tensionit arterial. Gabimi 13: zgjimi pa një qëllim të përcaktuar. Të mos kesh një plan të vogël ditor gjeneron pasivitet dhe trishtim. Mbajtja e mendjes aktive është qelsi i jetëgjatësisë. Gabimi 14: shpërfillja e sinjaleve të trupit. Dhimbjet e shpinjes, lodhja pa zakont apo marramendja nuk duhet të konsiderohen si diçka normale për moshën. Duhet të dëgjoni trupin tuaj. Gabimi 15: pijet e gazuara apo lëngjit industriale. Zëvendësimi i ujit me pije me sheqer mbingarkon mëlçinë dhe rrit rrezikun e diabetit. Gabimi 16: qëndrimi pa ngrënë për orë të tëra. Lënia e trupit pa karburant për shumë orë pas zgjimit ul metabolizmin. Zgjidhni një mëngjes të balancuar me proteina,
tërshër dhe vezë. Gabimi 17. Qëndrimi gjatë shtrirë pas gjimit. Qëndrimi në shtrat për periudha të gjata pasi keni dal nga gjumi shton ngurtësimin e trupit dhe dhimbjet e shpinës. Gabimi 18. Mos praktikimi i frymëmarrjes së thellë. 2 minuta frymëmarrje e kontrolluar nga hunda oksigjenojnë trurin dhe ndihmojnë në uljen e ankthit. Gabimi 19. Ngrënia e mëngjesit me qëndrim të keq të trupit. Përkulja mbi tavolinë gjatë ushqimit vështirëson tretjen dhe krijon presion mbi shtyllën kurrizore. Gabimi 20. Dalja jashtë pa u mbrojtur nga moti. Ndryshimet e shpejta të temperaturës prekin rrugët e frymëmarrjes dhe shkaktojnë ngurtësim muskulor. Gabimi 21. Nisja ditës me mendime negative. Shëndeti emocional lidhet drejt për drejt me atë fizik. Filloje ditën me mirënjohje dhe pozitivitet. Tani që pam çfarë duhet të shmangim, le të përgatisim pije natyrale që rigjallëron trupin tuaj. Për përgatitjen ju nevojiten 1 filxhan ujë i vakët që ndihmon tretjen dhe hidratimin, 1 lugë mjalt natyral i pasur me antioksidant, lëngu i gjysmë limoni që detoksifikon mëlçin, gjysmë lugë çaj kurkum, 1 antiinflamator i fuqishëm për kyçet, gjysmë lugë çaj kanell që përmirëson qarkullimin e gjakut. Ngroni ujin derisa të bëhet i vakët. Shtoni mjaltin dhe përzini derisa të shkrihet. Më pas shtrydhni limonin. Shtoni kurkumën dhe kanellën. Përzini mirë dhe pijeni ende të vakët çdo mëngjes, me stomak bosh për 3 javë rresht. Por kujdes. Nëse keni ulçër apo alergji nga përbërësit, konsultoni më parë me mjekun tuaj. Zbatimi i këtyre ndryshimeve të vogla në rutinën tuaj do t'ju ndihmojë të ndjeni më shumë energji, me më pak dhimbje dhe më të qartë mendërisht. Për ta përmbyllur, mbani mend, ndryshimet të mëdha fillojnë gjithmonë nga hapat e vegjël. Nuk keni nevojë të ndryshoni të gjitha zakonet brenda një dite. Mjafton të filloni me 2 ose 3 prej tyre, siç është pirja 1 gotë ujë në mëngjes dhe ngritja ngadalë nga shtrati, dhe gradualisht të shtoni të tjerat. Kujdesuni për veten, sepse trupi juaj është aleati juaj më i mirë në çdo moshë. Mua do më interesonte shumë të dija, cila është zakonisht gjëja e parë që bëni ju sapo zgjoheni në mëngjes. Na shkruani poshtë në komente, pasi eksperienca secilit për jush mund të ndihmojë edhe të tjerët. Nëse kjo video ju shërbeu, vendosni një vlerësim nga 1 te 10 në komente dhe shkruani fjalët: jeta është një dhuratë. Mos harroni ta shpërndani këtë video me familjarët dhe miqtë tuaj. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në video në radhës.